Kush është këtu? O bisi, si s'u gjetë një film horror për këtë Romjerin, ha? Ç'është ky mister ta zgjidhim? Mi qare, ja po ulem këtu afër te. Ullu se në shpife, pa i zotë. Mi qare, ja këtu po ulem. Mua afër te jetë të anësi fare jetën. Emri se do ngelesh e dëshpëruar a Zhaku. E dëshpëruar a Zhaku, se s'po të quaj e shëmtuar a Zhaku, po të quaj e dëshpëruar a Zhaku. Najde, mos qaj. Qara, e bërara. Dëshpëruar a Zhaku, pusho tani, hajde. Po s'është vendi këtu për terapi, o Zhaku, ke ngatruar vend. Po kryon trauma të reja. Në mësosh në njërë t'i kthesh përgjigje pyetjeve siç të pyesin. Se na bën si intelektuale dje. Qara, do ma shafësh pak tatuazhin që bëra për Ilirin, mirë është më vëndesh? Ma shqip pak, se ty t'kemi se ti e ke mbi shpinë. Shqipe pak të dhe mirë? Hajde, gjvishu da. Se të ditë bësh, jepi. Tatuazhin që bëra për Ilirin? Hiqe bluzet, gjvishu. Mirë tatuazhin që bëra për Ilirin? Merë 60 sekondëshin tënë. E, po ti si kishe dalë me peshkë në dorë aty të fotografia si fëmijë. E kishe bo gati, pse s'po në atë peshku në dhe? E kishim bo partner look. Ma isha me në qëtë e jetë, sa pesha i peshku mo, qëtë e jetë ashtë është. Më na helma. E ka shumë vite. Qara, e krye vrara. E përfundut me tatuazh me burtë martum. Po, Qara, e vrara. Gjithë kjo gru. To janë dedikime, jo lojqe, kavaje. Mendova që i kishe një dy pare mund pas ato si ke. Qara, mu e vrara. Këto janë dedikime. Këto janë dedikime. Qara, mu e vrara. Shkru shemrin e tjetër. A që të shpëruar je sa ke fillu tani tatuazhon edhe burët e tjerëve. Qara, mu e vrara. Këto janë dedikime. Ti shif, ka edhe tua o goc. Qara, mu e vrara. Nuk i regulon do traumat e tua. Qa e dedikime. Mame një film horror për këtë Romjerin, mama. Ta kishe fu me një vend më të bukur më Pa gjatë. tjetër të qajë, të vrarë, të varë. Po qaja ashti, s'do ishe këtu të ferma, do ishe opinioniste. Për Romjerin edhe për qara. Do ishe opinioniste, jo opinioniste në tentativë. Si se bone më një vend Shtove më si opinioniste dhe je këtu brënda. më të shumëtut. Hajt po e provojmë dhe këtu brënda. Dhe se te futëm nga shpina. gjysma, se e din që se përballon do të gjithë. Qanë Sara për të qëtë? Po pse o Sara, se kuptoj këtë, jo për Zhakun, po ata që... Për Zhakun, se kam për ty. Jo, për të kuptu logjikën, ata që futen të ferma janë të dështuar. Ferma është vendi që mbledh të Ato dështuar. që janë opinionist dhe flasin me ju dhe jo me ne, Kostana, ata që janë opinionist. Ke idenë që ata që hynë të ferma janë të dështuar? Jo, kam idenë që ata që flasin me ju, kam idenë për ata që flasin me ju. Se më kuptova seriozisht. Ja, po ta shpjegoj. Kam idenë që ata që flasin me ju dhe jo me ne, kanë një problem shumë të madh që nuk ndihen pjesë e një bashkësie. Dhe një ndër problemet më të mëdha është që ti këtë hyrjen të ferma duke sikur ferma është një vend ku mblidhen të dështuarit, edhe po tani s'varet si e ndjen ti veten. Jo, po them ajo që po thua ti përcjell këtë mesazh. Po jo, mesazhi që unë dua të përcjell është që Zhaku është e dëshpëruar e dështuar. Erdhi te ferma se dështoi. Po s'ka ç'a bën, se ç'a s'ka provu. Po pra se njeriu kur s'pas ka ç'a të bëjë një jetë vjen te ferma. Po jo, ka një specifik, po u more ti me një jetën e tjerëve, po e trajtove veten si perandoresh në kohë që sje. Pse është ferma vendi që vi ka njëri dështuar? Duhet të dëgjosh më shumë se sa të flasësh që ta kuptosh se ç'a po them. Po ma shpjegon
pra këtë koncepti Po ti s'do të dëgjosh, pra unë po ta shpjegoj ti vazhdo Po ma në sistem. shpjegon dot o goc. Po ta shpjegoj, pra po të them që Zhaku është një njeri që ka tentuar të jetë opinioniste një Ka vit. qenë. Po pra e ka Një bërë, vit, po. e ka bërë një vit. Po. Tani që u ndryshua çdo gjë nuk e bëri dot Qa u më. ndryshua? Po ndryshua, pra Po opinionistët ndryshojnë çdo vit, Jo, me Sara. nuk ndryshojnë çdo vit. Po. Ka ato që janë të mirë edhe mbeten. Do njëri që e blen bëri? vendin se ja blen babi mbetet, Se kurse di unë për të këtë, tjerë këto i ndryshojnë thua çdo ti. vit. Këto Jo, këtë gjërat s'e me them unë. blerje, me baba, Po me baba, me mama ka shku ky muhabet, kush e blen vendin. Unë nuk merrem për këtë gjë. Unë merrem me faktin që një njeri që nuk e trajton veten si pjesë të një gjëje, por ndahet, E kuptova. por ndahet nga bashkësia, ka probleme. E kuptova. Po kuptoj mirë. E kuptova shumë mirë. Po s'kupton pra se do të flasësh më shumë Po e se sa të kuptova me kuptosh. po them. Po mos flit kot pra. Po ç'po po them me? Unë po them e kuptova. Okej. A mën mërse me zi e mësum këtë që do bëjshë? Zencën time që ndihmoj tek roli juaj, mund të ma kërkoni se lejo. Që bë ti për shembull? Po, diku që mund të ketë ra ndaj aktor ose ndaj propozim ose Kështu me diçka. bashkëpunu thotë. Po. Po. Okej. Më thënë, nuk është se do flas unë, a kupton, unë thjesht se do prezantoj herë. Okej. Unë thjesht do ndihmoj Suportoj. partnerin dhe Support. suportoj partnerin tim. Mund të ulesh? Sa ta prezantoj? O sa bukur dukeni. Me një duar të rokitje e hapim show gjithmonë. Kam vison truar trokit. Çka atmosferë ju lutem. Themi në Atëherë, show. përshëndetje, sot do kemi një konkurs shumë të veçantë, i cili flet për MBM, një kompani shumë të madhe, e cila ka produkte të ndryshme për fermën tuaj. Sot konkurrentët tanë do e përshkruajnë produktin e tyre në role të ndryshme. Atëherë, presim ta prezantojmë projektin dhe shohim kush do e fitoj. Më i miri. Faleminderit. Hajde, Romi. Jo, do të moza me fillu. Jo, s'ka gjë, vazhdo sa Jo, jera se u kujtova, më mungon një objekt, do shkojta marrë ke shtëpia. Po, unë s'jam duke lëviz vendi, duhet lëviz. Jo, duhet shkosh atje. Do vish jaka se të kam kështu si personazh pa fjalë. Leje letrën tate, jaka. Si në jetë. Vazhdoj me prezantimin e parë të mozës. Si? Faleminderit për zhurmën që bët roli të ato ke, gjëra Moza? që i rregullova mirë sistemuar. Roli im ka qelluar Mos e thuaj, mos e thuaj. Po do ta them ta se thotë, s'ka do kuptim. Thash ta bënte që ta gjeni. Po jo, më s'ka gjë që ti gjesh, s'ka gjë. Ulu, se jemi na ulu. A do ja stik? Pra Moza do bëj rolin e saj si një stuardeze. Gjagjo, të lutem, mos u ngri kështu, mos u ngri se jemi në zbritje dhe mund t'ju dëmtoj, duhet vini ripin e sigurimit, ju lutem, vini ripin e sigurimit. Bravo, Gjagjo. Më pyesni se çfarë janë këto, ti pa kokën, se çfarë janë këto fushat e gjelbra. Po janë fushat, po i afrohemi kryeqytetit, to janë fushat të ushqyera me një, pse janë rritur kaq shumë nisra, pse është kaq i madh gjelbrimi. Po kemi një produkt, Gjagjo, kemi një produkt që quhet Agrifeturea 46, flet palosje na e kanë sjellë sonte në avionin ton. A je interesuar pse keni vetë ferm? Po nuk e dija. Po dakor, është një koincidencë që ju më pyetët për gjelbrimin, unë kisha në dorë flet palosjen. Do t'ju them disa, direkt lexoni apo keni vështirë? Po lexoj unë për ju, po lexoj, po, dukeni, keni mosh. Faleminderit shumë se unë e kam, po ti e mban. Agrifeturea, Gjagjo, ju besoj e dini që azoti është esencial për bimët, oksigjeni për njerëzit, azoti për bimët. Kështu është ndarë kjo botë, prandaj edhe lulet që mbani në dhomë duhet keni kujdes se kur duhet i mbani me këtë çështjen e azotit është shumë e komplikuar, por Agrifeturea 46% ka disa cilësi që janë të habitshme, ai e furnizon azotin deri në 46% te bima, e ruan azotin që është, jep zhvillimin e shpejtë të bimës për këtë arsye dhe mbështet në përgjithësi rendimente shumë të larta. I dini ju këto gjëra? Kjo si kisha ditë. Si kishe ditë, dhe keni ferm? Po ky është paradoksi i modernitetit, ja një stuardese i vjen në dorë flet palosja, ju pyesni se çfarë është ky peizazh i gjelbër dhe kaq i zhvilluar jashtë, dhe takohemi të dy dhe unë ja u bëj dhuratë këto flet palosje. Mbëritëm Gjagjo. Keni kujdes mos e hiqni rripin e sigurimit përpara se avioni të ketë dhënë sinjalin që ju duhet ta bëni këtë. Por
Agrifer Turea 46, o mund ta merrni me njëherë në qendrën që do t'i thotë kjo Fred Palosi. Faleminderit. Ju jam mirënjohës që më dhat mundësinë e një bisede kaq të këndshme me ju. Qënë keni buri këndshëm. Faleminderit Mosa për një rol kaq të bukur. Dhe vazhdoj me konkurentin e dytë, i cili është Romiri. Me një rol si Atëherë, roli im është si propozim. Kam nevojë për suport, mund ta marr të visin. Merret suporti. Po pse shikon nga unë, nuk ta marrësh. Atë. I doli frika prej me, i doli, më përdori mua për të heq frikën. Do ta qashja me bindur. Nuk e di. A se diskutoj! Nuk e di sepse janë shumë kështu formaliste, janë domethënë. Ulu që t'jesh rehat. jemi? E dashur. Dashuria jon e lindi në ar. Kur unë mbillja misër dhe ti mbillje panxar. Por që dashuria jon të ketë një korrje të shkëlqyer, ajo ka nevojë për rrënjë të forta. Prandaj, e dashur, më lejo O zot, ka marrë tapat e mia apo jo? pranoje këtë unaz agrifert. Kjo është një unaz, një sekund shikoj certifikatën, është një unaz 6,24 plus 0,7 zink. është një unaz e dashur shumë e shtrenjtë. Kjo ka 4 gur të çmuar. Ka një gur fosfori, ka një gur azoti, pas ka dhe një gur zinku, ka dhe një gur kaliumi. Guri fosforit e dashur do të ndihmoj që dashuria jonë të ketë rrënjë të fuqishme. Guri sigurisht do ta ndihmoj që të përthith ujin sa më shumë edhe të rritet e shëndetshme dhe të thith ujë dhe elemente ushqyes nga toka. Guri azotit do të mbështes një rritje të shëndetshme të dashurisë sonë e dashur. Ndërsa guri kaliumit do të kontribuoj në një zhvillim të përgjithshëm dhe një qëndrueshmëri të dashurisë sonë e dashur. Zinku, guri i fundit, por jo për garancia, do të ndihmoj dashurinë tonë të rritet energjetikisht dhe të shprehë potencialin ton maksimal që në fazat e para të dashurisë. Prandaj, e dashur, nëse ti e pranon këtë unaz, unë të premtoj që pasi ti ta pranosh këtë, do të ketë një fillim të shpejtë dhe të vrrullshëm të dashurisë sonë. Do të ketë një zhvillim të fuqishëm të sistemit rrënjësor të dashurisë sonë. Do të ketë një përthithje më të mirë të ujit dhe të elementeve ushqyes të dashurisë sonë e dashur. Do të kemi një mbështetje për një zhvillim të shëndetshëm të dashurisë sonë fal gurit të zinkut, kujdes, dhe mbi të gjitha do të kemi një potencial më të lartë dhe një rendiment dhe cilësi. Prandaj të lutem më thuaj. E pranon? Kam diçka jashtë i thuaj. Më pranon po apo jo? Atëherë nuk e di, duhet ta mendoj se nuk ndoshta dalë nga ferma. Po pse ja theve zemrën me? Unë nuk e di se kush do dalë nga ferma, ama di që kalliri im shkon në finale. Bravo! Bravo Romiri! Atëherë vazhdoj me konkurentin e radhës, i cili do të jetë Elvisi. Po këtu çfarë shkoj? Se kam dhënë shkoj? Po. Me një rol, Nuk jam këtu për një numër, jam këtu për probleme. Unë jam Ferma ka dram lokomotiva dhe thërës vagonin e parë. agrifert. Unë jam komentator futbolli. Sa bukur. Atëherë të dashur miq, jemi këtu në një ndeshje të jashtëzakonshme e cila zhvillohet në stadiumin e Ferma VIP Arena mes dy skuadrave të jashtëzakonshme, Agrifert komplet dhe skuadrës së fruta, perimeve dhe zarzavateve. Kjo ndeshje s'kishte pse të ndodhte, sepse Agrifert komplet i ofron përfitime fantastike, po fruta, perime, zarzavatet si arrogante që janë,
vendosën ta bëjnë të ndeshje dhe në qoftë se humbin, atëherë do pranojnë këtë ofertë. Përfitimet kryesore janë ushqim i plot dhe i balancuar për kulturat bujqësore, zhvillim më i mirë i rrënjve dhe masës vegetative, prodhim i lartë dhe cilësi më e mirë e frutave dhe perimeve, rezistencë më e madhe ndaj kushteve të pafavorshme, mbështetje nga mikroelementet për zhvillime më të shëndetshme. Pra, siç e shihni, oferta është jashtëzakonshme, por do të kemi një ndeshje, miq. Dhe atëherë, në fush është skuadra e Agrifert komplet me një formacion 12-18 plus 2 MGO që janë 2 veta në stol. Atëherë, ke me një blerje të jashtëzakonshme këtë sezon, ka marrë një lojtar, është Zinku, i cili është nga Zvicra, Magnezi nga Mongolia, Bor është nga Mali Tomorit, si dhe Mangan nga lagja Mangalemit Beratit. Dhe gjithashtu, titularët që ai ka pas gjithmonë, është në mbrojtje është azoti për një rritje vegetative që siguron një mbrojtje fantastike të portës, tulemi qik, su lova, në mesfushës fosfori që ka rrënjë të forta, e cila normalisht është pak a lushme nga kundërshtarët, si dhe në sulm është kaliumi për prodhim cilësi dhe rezistencë ndaj stresit. Nga ana tjetër kemi skuadrën e fruta e perimeve dhe zarzavateve, në port është kungulli, është një zgjidhje shumë efikase sepse kungulli kacaviret dhe e mbron portën shumë mirë. Në mbrojtje është trongulli, se është i gjatë, shtat lartë, nuk lejon të ndodhë aty asgjë. Në mesfush është domotja me specin, dhe në sulm është patligjoni. Atëherë le të fillojë ndeshja të dashur miq, fillon nga mesi i fushës, topin e ka skuadra e fruta perime zarzavateve, e ka patligjoni i cili ja pason speci nuk e kontrollon dot, kemi një rivaniansore dashur miq, cila ekzekutohet nga fosfori me rrënjë të forta, ja kalon atë kaliumi, kalon trangujt, gjuan dhe kungulli ishte duke hongër farat e veta, se kishte menjen, dhe gol miq, skuadra Agrifert komplet kalon në avantazh. Kalon në avantazh dhe çfarë po ndodh? Shikojmë, ka një ndërprerje të ndeshjes, po domatja po ndron bluzat me kaliumin, trongulli ka dhënë dorën azotit dhe fosfori po përqafohet me patligjonin. Ndeshja ka mbaruar, kanë humbur, pra e kanë lënë në ndeshjen komplet të fruta perime zarzavateve, sepse u bindën që kanë një përfitim të jashtëzakonshëm nga Agrifert komplet dhe do filloj së shpejti bashkëpunimi, një bashkëpunim ky që përfaqësohet nga kjo formule plot dhe një rendiment dhe cilësi në çdo kulturë. Pra, fitojnë të gjithë. Faleminderit. Bravo! Vazhdoj me rolin e radhës, i cili është Zhaku. Përshëndetje miq, unë kam rolin e moderatores dhe do t'ju bëj të mundur të njiheni me disa ekzemplar kultivar të cilve në disa mungon harmonia e azotit, fosforit dhe squfurit, në disa të tjerë ka tepër squfur dhe kjo është e dëmshme sepse është disbalancuar, në disa të tjera pastaj është azoti që ka ikur për shële dhe aty kemi dhe aty një disharmoni dhe kemi edhe kultivar perfekt si që është zonja këtu në fjali, këtë cila e ka të gjitha elementet, squfurin, fosforin dhe azotin në balancë perfekte. Çfarë është kjo pra? Pse është e rëndësishme që në këto bim të jetë harmonia mbi të gjitha ajo që sundon kultivarin. Sepse një kulturë e fortë ka nevojë për rrënjë të forta dhe ushqim efikas që në fazat e para të zhvillimit. Agrifert 16-20-0+32 sotre kombinon azotin, fosforin dhe një nivel të lartë squfuri për të siguruar bimës bazat e një prodhimi të suksesshëm. Fosfori ndihmon në zhvillimin e sistemit rrënjor dhe përthithjen më të mirë të ujit dhe lëndëve ushqyese. Azoti mbështet rritjen e shëndetshme të bimës, ndërsa squfuri, çfarë bën squfuri? Përmirëson shfrytëzimin e azotit dhe luan një rol të rëndësishëm në formimin e proteinave dhe cilësinë e prodhimit. Interesante. Përfitimet kryesore timoj me mungesat theksuara në harmoni. Zhvillim më i fuqishëm i rrënjve, prandaj kujdes, duhet balans. Rritje më e shëndetshme dhe uniforme e kulturës, prandaj duhen shumë vlera që janë në harmoni me njëra tjetrën. Shfrytëzim më efikas i azotit,
fal për mbajtjes së lartë të shufurit, mbështetje për prodhim dhe cilësi më të mirë, dhe potencial më i lartë rendimenti, u kuptuam, pra tërësia. Këtë që si ke, e kuptoj. Agrifert 16-20-0 plus 32 SO3, më shumë forcë në rrënjë, më shumë efikasitet në ushqim dhe më shumë rezultate në fush. Faleminderit. Bravo. Ky ishte një rol shumë i bukur dhe presim konkurentin tjetër Sara me një rol i cili përket. Atëherë, unë jam Mos qara, moja vrara. si aktor filmi turk. Aktor filmi turk! Ha, pra. Vazhdo. Në bëshë që ka të ta, në këshëri? Një, ullu. Shumë që Klara është gelder. Shqyr. Amanet. Agrifeturea, amanet agrifeturea. 2000 plus 14. Amanet agrifeturea. Është komplet azotik i pasuruar në shup. I krijuar për të siguruar zhvillimin. Qaj se në filma turk qaj shumë, blen E fuqishëm! Vetëm qajnë dhe Dhe ushimin e plot të bi. Shumë i rolin, qaj të duhet. Azot! Shqyr është elementi kryesor që ndihmon Azot birinxhi. në rritjen e masës vegjetive. Xhanëm. Ja, man. Fala Zotit dhe shufurit. Agriurea, agriferturea, 20-0-0 plus 14. Ndihmon kulturat të zhvillohen më mirë, shqyr. Halal. E bon halal. Shqyr, energjia që bimët ka nevojë për të rritur më fort dhe për të prodhuar më shumë, ka emrin Xhanëm, Agriferturea, shqyr. Agriferturea, halal. E bone indian që ne ka fungi. E hodha në umnerë. Bravo Sara. Faleminderit. Dhe vjen një konkurent tjetër, Bujaka, me një rol tjetër kryesor, i cili i përket. Kujt i përket? Fallxhorit. Ja ka ke nevoj për mua? A ke nevoj për mua? Se kujtë t'ja shtish fallin? Ja, se e shë kështë. Po i hap letrat. Te zefekja. Hall tigja. E gishtin e mesit, të? Të rafë njëra. Na, te këshyrën pak sa të kullon. Me bon në copë. Me imiton mua. Pas ka vite, që të kusa ke. Kusa ke? Vite, edhe një a e molle. Agrifert po mdoket, që ka vite.